E mbani mend kur ishe në fazën postpartum, që të gjithë ju thonin riktheu në formë sa më shpejt. Askush nuk të pyeti si jam. Askush nuk më pyeti si jam. Askush nuk më pyeti si fle, a fle, si ndihem, si je realisht pas këtij procesi të ri, të bukur, patjetër, por i ri dhe për trupin tim. Unë, si profesioniste, e kuptoj çdo thot rekuperim, ama si nën, kam kuptuar tani çdo thot të ndryshosh për gjithmonë. Dhe ndoshta, po jam i sigurt që problemi nuk është trupi im, trupi yt, trupi jam. Problemi është presioni që vjet sot mbi gratë. Mbi gratë që sapo kanë sjellë në jetë, sapo kanë sjellë në këtë botë një jetë. Unë nuk mendoj që ka një afat kohori rikuperimi, nuk ka një moment rikthimi. Ka vetëm një gjë. Të mësosh, të jesh mirë me veten në çdo fazë. Dhe sigurisht, kjo kërkon kohë, kjo kërkon mëshirë për veten, kjo kërkon tolerancë për trupin tënd dhe sigurisht të pranoni bekimin më të madh që ju ka dhënë Zoti, ardhjen e një fëmie. Pa u krahasuar me askënd, pa u krahasuar me mikeshat e tua, pa u krahasuar me modelet perfekte të Instagramit, sepse trupi yt është vetëm i yti dhe vetëm ai e di procesin e tij të rekuperimit dhe procesin e tij të rikthimit. Dhe jini me fat, të mos riktheheni aty ku ishit, është sepse sot këtë titull më bukur, nën. Dhe nëse ti je një mamë e re, të lutem, mos e krahaso veten me askën tjetër.